people talk about Albania. Ne nuk kemi korrupsion më shumë se çdo kusht tjetër. Nuk do të përmend portet në Europë, nuk do të bëj krahasim, por ata që thonë që jemi më të këqinj, ju them shihni veten dhe le të bëjmë punën tonë. Për Kryedemokratin, kjo deklaratë e kryeministrit, përveç se e papërgjegjshme, bëhet për të mbuluar realitetin e Shqipërisë si një vend ku korrupsioni dhe krimi organizuar sipas Sali Berishës lulëzojnë sepse drejtohen nga vetë Edi Rama. Tipike përgjigja e një padrinoje, i një njeriu i cili pasi ka humbur çdo shpresë se mund të dalë nga rrethi i kuq, fajson të tjerët për çka është autor dhe përgjegjës kryesor. Në daljen e sotme, Berisha tha se kishte informacione se ish-zëvendës kryeministra Belinda Balluku po tentonte të blinte shtetësi të huaj për t'i shpëtuar gjykimit nga drejtësia. Përpjekjet e fundit të saj kanë qenë për të blerë pasaport me investim në Serbi. Thuhet se ato përpjekje nuk janë kurorzuar me sukses. Pas disa përpjekjeve që ajo bëri gjirin në vendet e gjirit persik. Një tjetër çështje e prekur nga Kryedemokrati ishte edhe kërkesa e SPAK-ut për pushimin e çështjes ndaj gjyqtares Irina Gjoka. Sipas tij, me porositë e Edi Ramës, struktura e posaçme po mbron Gjokën, ndërkohë që në raste të tjera, thot ai, janë dënuar zyrtar për të njëjtat akuza që rëndojnë aktualisht mbi gjyqtaren. Ata që kanë deklaruar se s'kan patur djeni, nuk është marrë parasysh, po ja dënuar. Pra standardi i rëndës është standardi i Edi Ramës. I pyetur, Berisha pranon se ende nuk ka një vendim për datën e protestës së radhës së opozitës.